Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allahu që na ka udhëzuar në këtë Islam, në këtë din të madh, dinul Islam. Alhamdulillah që na ka bën prej muslimanëve, ahlus sunnati wal jamaa, idhtar të Kuranit, famlar të sunnetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezërit e mi që jeni nga disa qytete të Kosovës, pra Deçani, Peja, Istogu, Mitrovica, Prishtina, Prizreni dhe rretheve të ndryshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte është një mbrëmje kështu fiks vëllezërore. Do të kemi misafirat më të shtrenjtit që i kemi sonte, kemi Dr. Hafiz Hajredinin nga Prizreni, por nga Katari të i themi tash. Misafir të rastit shumë të mire kemi, alhamdulillah që në ka ndërua me qenë mesin tonë, por edhe një kosisht të kemi një vlla shumë të çuditshëm, një inxhinier të elektroteknikës, i cili ka jetu në Francë, e sonte do të ne i hap mexhlisin me lexim nga Kurani famlar, e pastaj mas leximit Kuranit, unë vetëm pak do të foli, do t'ja lëm fjalën apo Dr. Hajredin Hoxhës, inshallah taala, besoj që do të kalojmë një mbrëmje të mirë vëllezërore në dobinë tonë. Na do të kemi dobi inshallah prej njëri tjetrit, prej hoxhallarëve të juaj. Inshallah ju do të keni dobi prej neve dhe na prej juve, inshallah, që të gjithë të i bëjmë dobi popullit ton dhe vatanit ton, inshallah taala. Atëherë pa u vanua as pak, vllau shpëtimi do të na lexoj pak nga Kurani famlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Leximin që na boni vllau i janë, student i universitetit, student i elektroteknikës, e jo hoxh. Po kjo nënkupton se nëse don muslimani me mësua Kur'anin, Kur'ani i hin shpirt. Edhe është bon prej lexuesve të mrekullueshëm të Kur'anit, që na kemi nderin me pas kësi. Inshallah, të gjithë studentët tonë, jo të studimeve islamike, po të studimeve të tjera, inshallah si inxhiniert, ju inxhinieri i xhamiave ti që po na i bëj xhamiat me lexu kështu Kur'anin, inshallah taala. Domethënë kjo nuk është një diçka se zbahet. Ole kad jesërnë l'Kur'ane li dhikri, fe helmi muddekir. Është kështu në fësë. Na kemi letësue, po thëtë Allahu, këtë liber, këtë Kur'an. A ka kush me marë? Por edhe një kosisht duhet thamë, se toka janë kosovare, e në përgjithsi shqiptare. Por po thamë për Kosovën. Alhamdulillah që kemi këtë thesar të madhë për vëllezërive. Allahu Gjelle Gjelaluhu me juve e shpetoft dinin, moralin dhe vatanin. Prandaj unë disa fjalë do t'i foli në lidhje me se si ta mbrojmë në fenë tonë, si ta mbrojmë moralin dhe karakterin tonë. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që nga kjo mbrojmje të kemi dobi të gjithë. Njëherë mas pari Allah ju dhasht bereqet atyne të cilët në ushqyën. Allah i qoftë hajrin dhe bereqetin. Edhe këta që na shërbyen, Allahu Gjelle Gjelalu ju dhasht hajrin edhe bereqetin. Ja Rabbel Alamin. Duhem të jemi falenderus ndaj vëllezërive, që të jemi falenderus ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezërit e mi, shumë është interesant, para 3-4 ditëve, 5 ditëve, se si lindi kjo mbrëmje e sandit, po e shikoj në lajme shemja kullës e Parisit. Unë s'marri vesh në teatr. Nuk marri vesh të thënë drejtën. Se kur s'kom hin teatr me pashka, ndukën për mua që s'kuptoj, ndukën do shkaravina, do gjeste, si kur që i një do gjeste, jo aqë njerëzore, mua s'mdukën kur fare. Mirë po biseduam me një vllak këtu, i cili mund të na tregoje pak në vijat shkurta për 2-3 minuta, çka kja i teatr? A ban? Spjegona në ta ndëgjojnë të gjithë. Alloj teatri është një projekcion kundër fesë islame, paraqitja më e dhunshme që mundet me i bëni feje, paraqitje kundër mbulesës islame, kundër avdesit, do të thonë në përdor mjetet më të dhunshme për me paraqit një fe të pist. Pavarësisht se cila fe do t'ishte ajo, do të thonë edhe njerëz që nuk ishin musliman u trishtu në një farforme se sa flisht e kanë paraqit fenë islame. Jo të hujt, po konkretisht njerëz tonë këtu që. Në skenë çka kishte, çka po? Ngjarja zhvillohen do të thonë përmes 2 muslimanëve në kohën e sultanit, cilët donin me përhap mbulesën me dhunë, dhe pasaj kishte edhe lidhje kohore me shembjen e kullave të Eifelit. Ngjarja zhvillohet në Francë, ku do me thonë që me shem kullën e Eifelit si shenjë hakmarrje, pse nuk po e lejojnë mbulesën. Edhe me një farforme, personazhi i femrës, që ishte burri i njërit nga atyre ushtarëve, e kishte emrin Aisha, edhe ata e qunin ato lavire, do me thonë. Aja emën e ishte i rastit qështu apo i qëllim shumë? Po ndoshta persona që nuk janë të involvuar në fenë islame, ndoshta i duket i rastësishëm, po nuk ishte edhe i rastësishëm pasi që edhe ritualet që u zhvilluan aty ishin rituale shiiste, do të thonë aktorët performonin me goditje të trupit të tyre, filluan disa transe që zhvillohen, premjet e fytyrës, premjet e shpinës. Do më thonë, në rrahje, si që bëjt shia. Si që më shia. Edhe emni i femnës, u qujt. Aisha. Edhe është sulmuar si lavira, apo jo? Si, është qujt qashtu.
keni rast, se keni ndëgjuar, se keni pa këtë teatr në siguri. Cëllën teatr? Në teatr kombëtar është po premiera. Po. Ne, kështu që masi e dëgjuar mu takova me këtë studentin kështu në xhaminë, alhamdulillah, tani po më tregon kështu, me një disi ide, të bëjmë një mbrëmje, t'ja ngjesim emrin se si të mbrojmë fenë tonë. Mas jenë ndëgjuhet pra edhe përmes teatrit se si sulmohen muslimant kundër mbulesës ose aktorën me marrë me emrin Aisha për arsye se shiat e sulmojnë Aishën për laviret e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ajo është nëna e janë. Nga argumentet kuranore që e dini të gjithë dhe kemi treguar sa herë, wa azwajuhu ummahatuhum, gratë e Resulullahit konsiderohen nonat të nderit nonat tonat nderit, moralit dhe të karakterit, do më thonë kështu konsiderohen në islam. Aisha sulmohet shumë. Çka është më interesant, para 2 javë, në një prej rrugëve të Arabisë Saudite në Riyadh, është një rrugë ka emrin rruga Aisha radhiyallahu anha. Natën dikush kanë shkuar dhe i kanë vënë gjitës Aisha ku po shkruan. Ajo dihet shiat janë në kundërshtim, sepse kundërshtojnë edhe vetë Kur'anin famlart Allahu Gjelle Gjelaluhu e shpëtoft popullatën tonë për mes juve, që t'ja qelim popullatës sytë të jenë të vetëdijshëm se si mbrohet feja islame. E një prej elementeve që donë Zoti Gjelle Gjelaluhu këtë popull të shpëtoj edhe të mbroj, është elementi i mësimit Kur'anit. Prandaj o vëllezërit e mi, kret duhet ju të mësoheni të lexoni Kur'an. Për sot e kini ma lehtë, se përmes kreta mjeteve, merre me mente dhe një laps elektronike kanë bo me përcjell leximin e Kur'anit. Po keni edhe një program që unë s'dit punoj me elektronike në kompjuterit, po më kanë tregu vëllezërit, është një program, vetëm ja qëshet shajen e mausit aty në ta, sa herë duhesh ta përsërit, hiç mërzitet, se hoxhës m'ja lip 30 herë dhe të boll mos e mlodhe. Ama i hiç veç vënaj elif la mim opet kthe ajo pet alif la mim hiç po mërzitet. E sot mos më lexo Kur'anin nasht për neve, nëse tham turp a gaboj? Zgaboj më duket. Pse me Kur'an po adhurojmë na Allahun subhanahu wa taala, prandaj jepni një rëndësi të veçantë. Forma dhe metoda për të mbrojtur fenë islame, na nuk dalim as me shpat, as me armë para dikujt. Na dalim me argumentin. Argumenti e mbron dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse të tjerit me na sulmua mbulesën, me na sulmua mjekrët, me na sulmua... Wallahi, me thënë drejten, wallahi, unë betohëm në Allah, se që ata që e falin 5 vaktin janë ndoshta më të ndershmit njerëz në shoqëri. Nuk po thon për ata të cilët nuk falen, nuk janë. Mirë, po ata që falen, sa janë dhe ku janë, besoj që përmes juve ky din forcohet inshallah taala. Prandaj mundoni që të shpërndani literaturë më shumë, të shpërndani fjalë të mira më shumë, të folni për dinin e Allahut më shumë, të edukoni familjet e juaja, të bëni sabër më shumë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, vallahi, në Kur'an që ka na ka shënu, sot neve për na dalin do gjëra shumë të çuditshme. Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend në suratul Kehf ashabul Kehfin. Ashabul Kehfin. Shokët e shpellës. Edhe çka u thot Kur'ani? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Janë grup 3, janë bindur urdhnit Allahut subhanahu wa ta'ala, wa zidnahum huda. Na jo kemi shtuar edhe më shumë forcën në hidajet, në fjalën la ilaha illallah të periudhës tyne. Na kemi fjalën la ilaha illallah dini çelsin e xhenetit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. O djem, o vllazën, të tjerët nuk po pritojnë me i bon do punë hiç. Këtu në Prizren çdo ditë janë do femra dalin e shpërndajnë Biblën në qendër. Ama bash çdo ditë orar pune e kanë. Çdo ditë. Edhe e din që Prizreni është 99.99.99% musliman. Edhe e din që Prizreni ka 35 xhamia.
Ma dalin e bëjnë, nështë e hash, unë po ta japë, baftë mirë. Po dalin e po shpërndajnë, vinë për janë e vinë për këni, sa dhe ku do ka një farë turizëm këtu në qytet. Të tjeret me argumentet gabushme nuk po pritojnë me dalë. Nuk po pritojnë me dalë. Na me argument të mirës po pritojnë? Kjo inshallah zban vaki, inshallah nuk ndodh. E dyta, që t'ju tham të gjithve, edhe në çdo qytet po themi, edhe në Prizren, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe gjithkund, o djem mos u përçanin grupacione. O djem lirisht po tham, mos i ngoni disa prej hoxhallarëve. Po tham këta që le të na dëgjojnë ata hoxhallarët. Çka do më thonë kjo mos i ngoni disa prej hoxhallarëve? Lirisht këto shumë për shprehem që shpëtojnë tash në një mënyrë shumë transparente, shumë të hapur, shumë qelë. Pse? Na nuk i shërbejmë muslimanëve në Kosovë dhe jashtë Kosovës, apo më gjerë, në trojet tona duke u bon grupacione. E këto po ju betohëm sekretë dhe qëta hoxhallarë që na kundërshtojnë, më njohin mu ma heret, për arsye se unë jem prej hoxhallarëve 2 vjetër ma i riu. Në më thonë, ma i moshuari, po prej gjeneratës 3. Na nuk i bëjshim para 30 vjetë këto grupacione këtu sot që po bëhen. Gjemati tekfir, gjemati medhalive, rëbjovcave, gjemati i selefive, gjemati super selefive, gjemati i ikhwanve. Kështu nuk e shërbem na musliman lëkin. Askund pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk ka thonë me këtë formë, po ka thonë të mesuk bil kitabi vë sunne. Të mesuk bil kitab vë sunne. Në bini argument tjetër kundër kësaj. E na kështu në smuj me shërby me hutua popullin ata ngoj këtë hoxha e hoxhë. Kështu zbahet. Kështu vetëm krijojmë përçarje, e prej përçarjes pastaj çka bëhet? Bëhet mlëf, inat, edhe fiton urrejtje. Unë të urrej ty, ti me urrej shmu. A urrejtja në islam nuk në lejohet as mes hoxhallarëve, as mes muslimanëve. Gjunahi madh është me urrejt në njëni tjetrin. Alehi salatu wassalam ka thonë hadith, kefa bil mar'i ithman an yahqira akha. I mjafton robit gjuna, i mjafton mos bëjë tjetra, vetëm me urrejt atë tjetrin. Pse urrejsh? Pse po e urrejsh? Pse po më urrejsh? Na ban o vllaznit e mi mës më u pajtu, ama jo më u përqa. Mës më u pajtu, ban. Ju e dini se nuk jënë pajtu edhe me lachet nga njëherë. E dini rastin e 100 vetëve kur janë mytë, kanë ardhur me lachet një grupë për xhenet, me e quë prapë në xhenet, se ka bote u bëjstik fare e grupë çka xhenet, 100 veti ka mytë prapë në xhenet për lipni, xhenem këto. Apo jo, e dini rastin hadith, nuk janë pajtu, ama janë përqa. Ka ardhë me leku edhe ju ka ardhnu edhe u kry puna, o zhjetë problemi. Do me thonë i dini rastet, ose edhe si dini kush nuk i kini ndëgjua. Davudi alayhi salatu wassalam me Sulejmanin, jenë përqa babe birë në çështjen e 100 deleve. Ama Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhënë Sulejmanit hikmen më të madhe edhe nuk jenë pajtu, po nuk jenë përqa. Sahabët e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam në histori kemi shumë raste. Në luftën Bani Kurejda, apo e falim drekën Medina, apo e falim Taifisi, e dini rastin. Po masi disa kanë falë, disa kanë shku ma pa falë, pejgamberi me gjithat e kanë bulue, ka thonë edhe ata kanë pas tamam edhe këta. Përçarjen duhet me shly, jo me ngjall. Në një rivajet thot, një transmetim, el fitnetu naimetun la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitnia përçarja është në gjumë. Allahu e mallkon kush e trazon nga gjumi. Prandaj, djam të ri, vallahi na ndihmoni edhe neve, nëse më shihni që unë po përçaj, po krijoj përçarje, më thoni hoxh zban ju me përçarje, më kriju përçarje, më këshilloni. E kini hoxh një aron një mik, për e shet që nuk on regull, ri krah, zban më u përqa. Nën kësi grupacione nuk në shërben
feja nuk e shërbejmë dinin e Allahut. Ani që duket se po shërbesh, jo në realitet të duket ty po gabim dallash e kije. Apo e shehni botën islame në përçarje që është bon sot Siria. Në përçarje që është komplet bota islame, Iraki, e Egjipti, e çka Libia, e Tunisi, e Jemeni, si cila grup po mendon që ala hak në hak e grupa tjetër në batil të kundërtën. Por jo vllaznit e mi. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na ka urdhëruar kret hoxhallarëve për ju boj apel edhe juve. O in tanazatum fi shay, nëse ju vini në mos pajtim për diçka, farudduhu ila Allah. Kthenu te Allahu te Kur'ani famlar xhene ku është. A dini që për përçarjen Allahi s'ja ka pranuar Resulullahit duan? Për zelzele ja ka pranuar, sta boj azap i metin për zelzele. Për tërmet. As nuk ta bëj me tufan si Nuhit, se ka bon tufan i metin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për përçarje ka thonë e keni Kur'anin dhe Sunetin gjendën ta. E keni Kur'anin. Kjo është e jona. E na që ta ndihmojmë dinin e Allahut me mësim, me edukim, me praktikimin e rrugës Allahut sa të mundim. Nuk kemi nevojë na me shoha me ofendua. Na po e shohim çdo ditë në televizor ka faqe që po na kritikojnë. Çdo ditë në për gazeta kosovaret po mundohen me na ofendu, me na shoh. Ju apo trembeni, jo vallahi, as pak. Mos u tremni, mos u ofendoni, s'kemi nevojë. As me ju kundërvun s'kemi nevojë, na do të kemi nevojë të punojmë. Punoni shumë me familjet e juja, me shokët, në rrugët e Allahut. Allahu na i qel rrugët, e jo mos kujtoni që na ditëm e qelëm rrugën. Larg asaj, Allahu xhalla xhelalu na jep forcën. Subhanallah, alhamdulillah. Allah ju forcoft gjithëve. Do t'ju marr edhe 2 minuta fjalë. Kur ka bon hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërngulje prej Mekës Medine, kreta shkaqet i ka marrë si komandant, edhe si njeri i thjesht, edhe si Resulullah, sepse ai ka qenë ligjdhanës, musherri arab që i thejnë. Pas Kur'anit, kush është ligjdhanës? Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Është ligji i Allahut subhanahu wa taala, çka është shpall prej Kur'anit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, do ta futë në praktik vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe do ta mësojë pejgamberin çysh me e fut në praktik, me shpjeguar Kur'anin. E fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është e madhe, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. As nuk flet nga dëshira se Allahu jep shpalljen, por edhe vetë ka deklarua, ka thonë, merrni prej gojës ime, sepse nga goja ime nuk del përpos hak. Vetëm e vërtet nga goja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nderi i madh, do të zbardhohen fytyrat e atyre muslimanëve të cilët e bartin mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu mran, sami'a minni maqalatan fa'awaha kama sami'aha. Allah i zbardhoft fytyrën një personit që ka dëgju fjalën time dhe e ka majtë në mend sikur që e ka dëgju. Faballaghaha, edhe ka predikuar të tjetri. Farubba muballighin aw amin as-sami', sepse ndoshta ai që e ke thënë ti është thot më i aftë se ai që e ka dëgjuar. Shiko çfarë nxitje për davet. Prandaj inshallah taala ju të gjithë që jeni me hoxhallare, me talebe, student që jeni, pavarësisht prej vendeve të punës, gjithkund këtë nektar doni ta çoni, gjithkund. Në punë, gjithkund, ama s'ka vend që se çoni, s'ka asnjë vend hiç. Prandaj në të ardhmen inshallah taala, duam ta kemi kryetarin musliman, e inxhinierin musliman, e pilotin musliman, e shoferin musliman, e inxhinierin, e doktorin musliman, kret musliman, sepse ne musliman jemi. Ndërtimtarin musliman, pastrusin musliman, hoxhën musliman, inshallah taala. Këtë fjalë që duhet marr prej hijretit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ka kalu pejgamberi më një vend, masi që i ka marrë të gjitha shkaqet që e dini. U aktivizua Ebu Bekri, i ka bo 2 deve të gatshme, u aktivizua
vajzat e Ebu Bekrit, Esmaja o aktivizua, djali e Ebu Bekrit, sahabët e qobani me delet e ketë, kini lexu historinë kret, përveç asaj Allahu subhanahu wa taala forcën e tij ka përdor normal, që ja u ka qërrua syt, mës me mujt me hi me pa shpell çka ka. Ose rivajetet sa janë të sakta aty Allahu alem, marimon nga rjetën që ka vun, plumat që kanë vojt në atë vende, kështu më radh, Allahu i fut në funksionon për të mbrojtur robin e tij në rrugt të Allahut, ai me çka din. Ose Suraka ibn Malik ibn Gjashem kur ka ardhur me devja po sharrone, sën pezen ma në fund, po lyp bes prej Resulullahit. Tash unë e kesh mas juve për sulm, po tash ju mos pëm kundër vini, më jepni mu bes. U bon pastaj Suraka një prej ushtarëve të fort në mbrojtje të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. U vun në mbrojtje se e kuptoi domethënë mas gjithë atyne vështërsive. Kaloi pejgamberi me një vend që shënohet deri ditën e Kiametit në historinë islame, në një shator të Ebu Ma'bedit dhe Ummu Ma'bed. Një shator i thjesht, në shkretir të ati gadishullit të merë në moment qysh mundet me kanë, inshallah shkoni kretë në qabe, në umre, e merë në moment qysh mundet me kanë një shkretir, me pak kullota, me pak bagti, me nëzit të madhë, me shkretir, pa e pas, mundi me kuptu ndështa. Ama po ta shifni është interesant, hecishti me 100 kilometra, edhe të shkretir, të të shkojë ndërment, jara, qysh jeton njeri unë këtë vend, të të shkojë ndërment, ta shohi shkut ka hecë Resulullahi 8 dit e 7 net për me bon hijgjëret, me vun temelin e dinit islam në Medine, e po kalon ka që kishator. Një qadër e vogël e keqe, mërë në moment për 1400 vjetëve qëfar qadër ka mujtë me kanë. Jo si kur këto qadrat që i prën këtë në luft, unë e reja. Të mon shpija të qadër, të bo këtë gjami mranda me dashtë. Që të shëqatës, që pata e shëqatë e emrin e madhe që i bike. Unë e reja, po, mirë pas këmë. Se shumë shkronja, i këmë arru. Janë ndalë këta që tu një mujizën është e madhe. Po lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej asaj grua plake, burri ka marrë baktin me i kullot, e ka met një dele e thate, thjesht. Thota ka mundësi këtë dele ta mjelim, po si do ta mjelish ajo të kishkon për mu mjel, kishken me shoqet e veta. Allahu Ekber, këtu mujizët janë të mëdha. Me ju kallëzu këto mujizë atyne që s'kan iman, i qesish edhe më shumë për imanit. Po amon me vlyt ka një vjerë shumë të mira. Di mujizët e Resulit që shenë kanë, mi dit bek. Qënë që pa to as një pejgamber so kanë, pa mujizë as një pejgamber so kanë. E prej mujizëve të Resulullahit, e morja të delen. Ma bjerë një eni, një sahan të madhë, një kofe. Ja vu dorën e ti të bekuar mbi trupin e deles, ja limoj gjinë të deles, edhe filloj me mjel. Qatë delen e s'mund. Kanë pi të gjithë tamël, Ebu Bekri, aj delili që i ka hec rrugës aj, karanfili me ta që ka shkuar, që ka pasem një bajraktari. Edhe plaka, edhe vetë pejgamberi, edhe i kalon sa lej disa edhe burrit këtë vjen prej baktis me pi. Ajeb, që di, vjen, shkojnë këta. Pas këtyne po vinë mushrikin të Mekës, që tu e kemi halin në, po vinë mushrikin të Mekës, si të mbrojmë dinin tonë kemi fjallën. Me argument të kalzëm, jo me hamendje edhe me fjallë qajtorës. Ska me më thashe thona dini janë. Për kundrazi, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allah jau dëshiron 3 gjëra, e jau urren 3 gjëra. Jau dëshiron të adhuroni ata,
dhe mos t'i bani shirk dhe t'lidheni për dinin e tij. 3. E jau urren, qila wa qal. Më thash e thonë s'ka. S'ka kam një qajtore në kafe që ati të pi duhan. Qila wa qal. Wa kathrati sual. Pyetje. Marr lexo pak. Pak pyetish, pak lexosh, e marrësh një far bagazhi për veti. Edhe e treta, wa idaat il mal, edhe mos më shpenzu pasurinë pa nevojë. Shkoj pejgamberi ardhen mushrikint, që këto ta marrin mend edhe unë e marr mend edhe ju, në çadrën e Mabed. Këtu i thënë çadra Mabedit, nonës Mabedit, jo babës. Për arsye se baba ishte në kullota me bakti. Plaka ishte te çadra Mabed, baba Ebu Mabed. Kur erdhen, shkoj Resulullah, erdhen këta mushrikin të pas pejgamberit për me kap Resulullahin, se e kanë pas çmimin e shtrenjtë kush e kap gjallë ose të vdekur. E kanë pas çmimin me 100 deve. Çmimi i lartë 100 deve me i pas me njëherë. Një deve është sa dy kësi gjedha të mëdhaj, e shtrenjtë ose shumë një çmim i lartë është që me pas një pasuni të madhe e fiton. Edhe mushrikin të mas, po e pyetin Mabedin, a kanë kalu që të pari një 3 vetë, qështu me këto vetit? Për Resulullahin e për Ebu Bekrin e për atë që për ju të regon rrugën. Këtu një grua e thjesht, e lodhur, që s'ka marrë ku me ditë shka, s'ka ra kur në me gjlis të Resulullahit. Shiko çka i ka thonë njerëzimit deri ditën e kiametit edhe neve. Shiko çysh ka ditë me mbrojt dinin e Allahut. Nuk ka thonë s'kan kalu. Se me thonë s'kan kalu nuk të beson kush kollaj, se mundish mu korruptua. Me marrë lek. E be dalë në teatr atje me bon kundër fesë. Se këta që marrin kësi role të ndyta anti-islame, ka dikush i paguan. Ka në për shoqata në për Kosovë anti-islame plot, mos harroni. Se cila ka hi me mesazhet e veta. Sekret, qëllimi, neve me na gjvesh dhe me na qirua prej vlerave të moralit. Kjo në qëllimi. A viktim është femna kosovare. Morali i saj. Viktima e numër 1 është ajo bek, mos harro. E këto më bëjnë që futët gjithkund. Allah i na pështoft, e pështoft moralin ton, e na pështoft femnat tona, e na pështoft komplet popullatën ton, inshallah u ta'ala. Tha mos kanë kalua këta persona këtu pari, shiko gruja plak, çka po di me fol? Tha s'ka rrugë këtu për t'u kalu. Kjo e madhe është. Me thonë s'kan kalu, nuk besohet, ama s'ka dhe rrugë për t'u kalu. Ma fuqishme. Një gru plak, që s'ka nejtë ku me ditë sa me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, kështu për i përgjigjet mushrikitëve të Mekës për ta mbrojtur një personazh e cila kish merita për të mbrojtur. Pse pa një njeri e moli delen pin tamëll, nuk e andër ajo. Çka ajo ka mbet? E pa tekst ka mbet. Deli as mund për ju mush tamëll, edhe më jalon burrin kur vjen prej bakti, ajo në fillim për ju thët, të ishte kjo për tamëll ju që për lypni, kish me qenë me shoqet e veta. Kjo pse ka mbet këtu të stani? Allahu Gjelle Gjelaluhu na përdor të gjithve në mbrojtje të dinit ti. Allah i na bën gjithve në shërbim të mbrojtës së dinit islam dhe në vlerat që na jep feja islame, sipas Kur'anit dhe sipas sunetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Unë më shumë nuk dua as një minutë më fol, e kemi doktor Hafez Hajredinin, Allahu i shpërbleft, e kemi misafir shumë të largët prej nga dishullit arabik, po në tonë në lindje në Doha të Katarit, atëherë fjallën e jap këti në të na folë çka duhet më na folë bi iznillahi ta'ala. Allah rda alejk habibi. Valla,
ala bereketillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salavatet tona, selamet tona, lutjet tona nga ky vend, nga ky mexhlis i bekuar, i dërgojmë të gjithë së bashku Resulullahit, pejgamberit tonë më të dashur sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjek dhe ndjekin rrugën e tij derisa të ekzistojë jeta në këtë tokë. Në radhë të dytë e falenderojmë hoxhën tonë, të palodhur, dhe jemi bindshëm, besoni pa egzagjerime, fjalë që ai ka fol, me mujtë me realizu këto fjalë dhe këto këshilla 50% jetën tonë na dalin të fituar me sukses. Vallahi besoni nuk ka nevojë me shtonë kur gjahenç për këtë bisedë atë. Se ka fol fjalë të thot me argumente, me dimension fetar, me dimension shkencor, me dimension aktual, gjitha fushat i ka prek. E kështu është edhe duhet veprojnë të gjithë ata shërbys të Islamit dhe po m'pëlqen fjala ta përdorin fjalën shërbys të Islamit, khuddamu, khadimu el Islam. Ka do që të shkojnë. Po mas i mboni borxhli diçka mesazhet e mia për ju o djemë të ri që jemi kënaqur shumë me këtë kategori do thotë studentash. Që rallër kom pas rastër më taku me këto fytyra të ndryshme, që Allah na ka të bëjmë këto mexhlise. Ndoshta pak tok mesazhet mia kanë të bëjnë të vinë me thonë vijuese, apo komplementare me pikën e dytë, ku tha hoxha të jo përçarjes. Aty do t'i bashkangjitem, do t'i inkuadrohem, edhe punës organizimit. Për Islam keni dëgju mjaft dhe keni lexu mjaft, nuk po du me i përsëri disa gjana, disa tematika, disa çështje që besoj bindshëm që ju këti keni marrë notën kaluese. Atë kështu besoj pa u abo qepjen. Prandaj ju meritoni tani me dalë me një provim tjetër, me një shkallë tjetër, me dha provimin diçka pak më të rëndë. Edhe pse unë në ka spravu Allahu Gjeleshanu me shërby këti dinit vendet tjera, po me mishë e me gajle jemi me Kosovën, me vatanin tonë, me thonë, në rrjedha që ka pëndodhe në vendin tonë. Unë që ka mujtë me pa dhe me vëret, si një shërbys si dinit Islam. Këtë kom debatu dhe me studentët e mija atje në Arabinë Saudite, në Katar, në Malezi, në Brunei. Neve vëllezër të ndershëm nuk na mungon dashuria Allahu Gjeleshanu. Unë besoj që të gjithë na këto, po edhe populli i Kosovës, përgjithësi e kanë atë dashuri në zemër. E kemi këtë pasuri, këtë vlerë që nuk matet me asgjë, nuk pagohet me asgjë. Unë nuk besoj që rinis kosovare, popullit Kosovës, xhamatit Kosovës, i mungon energjia fizike. Jemi popull, muj me thonë pa egzagerim, populli ma punëtor. Adin ndër shumë popull. është me kinez dhe me japonez, këtu pak duhet më ndalë është adin se kur isha edhe në Japonia atje për disa një javë ditë, konferencën internacionale pash disa gjana që ndoshta shqiptarët nuk i kanë ata aty. Këtu më pëndalën pak do të thotë. Po krahasime me popujt e lindjes, çka kemi pa trove ballkanike, mburremi atin plotësisht. Do të thotë dashuria e Allahut, energjia, forca fizike është prezente të na. Po resurset, apo resurset natyrore, bereqetit e këtij vendit nuk na mungojnë hiç. Gjitha të mirat e Allahut xhaleshau na i ka falë Perëndia. Përjashtim me disa gjana që është veçuar Arabia, gadishull e arabik me naftën e me gazin natyror, këta janë çështje që këta janë madhënia, dashnia e Allahut ka dashje e tokë të bekohet me diçka e të mos bekohet me diçka tjetër. Po kjo nuk ka qenë pengesë për neve këtu atin. Në aspektin familjar,
të natalitetit, të shtimit, të popullit, ushtrisë islame, ta mbrojmë dinin islam, pjesa tjetër ku do të inkuadrohë me hoxhën, edhe na kemi qenë një ndër popujt po flas para luftës që kanë tregu sukses këtë aspekt, si musliman të Arabisë, edhe kjo me të vërtet ka qenë temë e shumë studentave në master, në doktoratur, çka janë shkaqet e shtimit natalitetit shqiptarë, pse kanë dëshirë domethënë me qenë populli më që shtohen, sikur sa arabt. Po mas luftës se ne ka ndryshuar pak dimensionet, pak këtu duhet ka shkaqe faktor, nuk po dojna me një asajde. Shumë të mira kemi na, elhamdulillah. Po vim tani te dini islam. Një përqindje të madhe në këtë Kosovë, të gjithë e dini që zor është me gjithë në një botë dikun me këtë përqindje të madhe islame. Me këtë numër, është diçka shumë interesante është, 98 apo 97 ka është? 96 deklarim kanë dhonë, po... Shko 95, ma sigur do është adin, për me dalë pipi dyshimeve adin. Deri këtu që ka thash, kjo kësi introduction, si hyrja adin. Tash të këtu një ajet koranor për ebi, se djemë tash ka në por në universitetet, tash të e kupton mirë që është jenë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, thot me në ajet në Koran, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. Jo besimtarët janë evlija mes njëri tjetrit. Çka do të thon fjala evlija në gjuhën arabe? I ndihmojnë njëri tjetrit, për krahas të njëri tjetrit. E saportojnë njëri tjetrin. Japin jetën për njëri tjetrin. Stili kuranor në shkencën e tefsirit për të cilin ligjëroj. Këtu tash Kurani është libër mucize, mrekullia e Allahut. Stili gjuhës arabe nuk ka nevojë këtë kontekst me vazhduodit që edhe muslimanët duhet më kanë qashtu. Në këtë kontekst nuk ka nevojë këtu me shtua edhe ata besimtarët duhet me qenë si jo besimtarët, se kjo kuptohet vetvetiu. Ndërsa ajete tjera Allahu ka tregu këtë çështje sura At-Tauba, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët ata janë evlija mes njëri tjetrit. Është cek tjetër kënde, këtu nuk ka nevojë më cek. E tani Allah për na jep një mesazh të mirë. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nëse ju nuk boni, nuk saportoni njëri tjetrin, nuk e përkrahni njëri tjetrin, nuk i ndihmoni njëri tjetrit, çka ka më ndodhur këtyr tokës? Fitne. Fitne. Jepeni përkthim adekuat se jo marr edhe këtu, megjithëse këtë marrën vesh fitne. Përçarje dhe grupacione. Që përmendet tash pika tjetër, përçarje, grupacione, të llovi, të lashe. Adin çka doni mundi me thonë me fjalën fitne. Ka pak i shumë problemeve, domethënë. O fesad, plus edhe fesad. Fesad është kundërta islah, e përmirësimit ndrejqjes. Domethënë shkatrim, humbje energjisë, humbje dhe forcës, humbje e frytit, humbje rezultatit. Nëse ju nuk e mbani njëri tjetrin sikurse ata. Kush është qëllimi për ata? Tani për lidhi pjesën tjetër ata cilët i përmendi hoxha jonë më herët, prezeret që për shkepin. Apo mëni tash që shpelidhi që bisedën në aspektën universal kështu. E të neve tani o lezër të ndershëm. Na mungon që kjo organizim pse energjia jonë nuk për jep frytin sa duhet. Pse këto frutet, këto virtytet, këto faktor që ka i kemi, që na ka pasuruar i madhi Allah, unë jemi bindshëm dhe besoj shumë bindshëm, na mundemi ende ma shumë me prodhua dhe me tregu sukses. Po mjerisht, puna nuk për tregohet. Fryti nuk për shihet. E kur nuk shihet fryti dhe puna, këtu tani ata njerëzit e menqur, filozoft, ekspert, profesional, dalën se puna diçka qenë ka defekt, ka një defektu. Se o djemë të ri, o student të dërshëm, o koleg, o hoxhallar, o haxhiler, o miqtë të ndëruar. Dinin islam e kanë edhe Kurani vet, e ka cilësua si sistem, nidham ilahi, sistem hynor. Diçka nëse është defekt, nuk shërë puna marë. Pse unë sistem i Zotit, dhe me thonë metodologji, apo plan program, i jetës, shablon me fjalë tjera, i Allahu Gjeleshanu, nëse diçka është keq, nuk funksionon ai sistem si duhet. Tërë sistemi, do thot,
nuk funksionon. Merë një shembull, tani e kemi elektroteknikën apo sistemet ju tash jeni më ekspert se na, si në klimën e makinerit apo në motorit madh apo diçka, nëse diçka i mungon, çdo gjë në rregull, po diçka është ka mungon. Çka bën ai mjeshtri mirë? Edhe një herë krejt ti zbërthejmë, do më thonë, motorin që kemi ekspertin e kerave, duhet më hapë se ka diçka. Po ma nxej ujin, nuk po ngrej, ka merë ajër dikun, apo diçka, edhe njerë duhet me shtrim për tokë, me këqyrë kohën problemi. Unë kështu ku marrë me një bindje, pse në nuk po japim energjin, apo frytin, neve këtë sistemi tonë, problemin e Kosovës, pullat e këtij sistemit jenë përthakuar dallash, gabim. Susta e parë është vonë në vend jo të duhur. Edhe ka dalë jaka, kështu na ka dalë neve. Nuk po du mja u bë qefe se mirë e kemi na, adin. Mirë, po na mundemi ala ma shumë me bo. Po flas tash për një provim material na, se mundemi qefin me bo. Mirë jemi shështu. Po po flas diçka ala ka shumë mirë, ka edhe shkëlqyshëm. Edhe mu kështu flasin ajetet kuranore që besimtar duhet me garua. Edhe shkallët e gjenetit janë. Shkallë, ka besimtar rangut, që janë thjesht rangut më të lartë, edhe garojnë gjithmonë në veprat e mira. Unë mendoj që hoxhallarët e Kosovës, me kryesinë e Kosovës, me kolegë tanë që po i shërbejmë dinit islam, që inshallah të gjithë e kanë një jetin e mirë. U bëj apel edhe hoxhallarëve dhe kolegëve të mi, edhe pedagogëve, edhe profesorëve. Ata që ka i mundon halli muslimanëve, ata që ka i mundon gajlet dinit islam, ata duhet më ullë që shtu në të rejeze dhe njerë, o vlazen, pse puna e muslimanëve të Kosovës o të shku lëmsh? Qka është halli grupacionave, tash po këthejmë të hoxha pak një zbërthim dhe thot, ma shumë. Pse? A që shtu na duhet me vazhdu të keti këto njëri tjetërina? Që shtu na duhet me vazhdu me grupacione X, Y, e tjera? Ky sistem nuk funksionon kështu. Nuk funksionon absolutisht atë. Na mundi me mësiel, si e thënë anglisht një farfjale, thinking inside the box. Tu me ndu mrenda kuti, paket. A jashtë paketes nësë bujna me dalë. E kur nuk është vonë, na më ullë një rafsh edhe me këqyrë kua kemi problemi. Neve na mungon, ashtu se kën kuptuana, dhe duke i komparizua halë dhe probleme tona, neve na mungon në vlazën i koordinim. Mesin e gjithë kolegëve tanë që kemi. Koordinim nuk kemi fare. Kur nuk ka koordinim, nuk ka edhe harmoni. Punë nuk shkojnë marë. Kur nuk ka koordinim edhe harmoni, këtu ka do thot humbi energjisë. Ti e kelëshu këtë rymën, e kelëshu në zemjen, dërsa dikush ta ka qelë derën atje. Pse s'më nëzjet dërdhome, pse s'më nëzjet, dikush ta ka qelë derën atje. E qka është obligimi gjithve këtu me koordinu? Nëse unë se kun vërej që dera është qelë atje, tani hoxha tha ma herët, bëmi të gjithë ushtarë të dinit islam. Duhet mu që dikush, krëk, a derë në mëshirë, se po na shkon mundi dëmë. është drejtare, po se kom pa që drejtare pas me është hapur, se sistemi nuk pa jep frytin e vetë. Duhet dikush me ndihmu mua. E neve na mungon që ky mos koordinimi i veprave tona, edhe mos harmonizimi i veprave tona, punët janë të na shku lëmsh, unë tash, më me albo qefin juve, po si në shërbyes i islamit, po si në akademik i thjesht, punët janë të na shku lëmsh, janë të na shku neve. Po bon gati që 20 vite kur e kom lë xhamin teme, që kom marr rrugën e postudimeve, e pastaj edhe shërbimeve, botën arabe në Azin, jug lindore, gati që 20 vite që kom dal nga Prizreni, ju mundeni me pyetje Hafëz, a ki po ndryshim këtë aspekt të ringjalljes islame, të koordinimit punëve, të lëvizjeve ndryshme dhe më të gjallëri, unë muj me thonë, me plot bindje dhe me argumente si tha hoxha, nuk kemi kënaqur fare brenda 20 viteve, 2 dekadave për këtë gjendje që ka jemi na. Nuk kemi kënaqur. Dikush po thot ushtuar rinia në për xhamia. Na i mirëpresim këto ftyra të ndritura. Po mos harroni se vend që ty në trive kanë qenë pleqt, ata janë bo për rahmet janë bo. E kjo nuk është tim kjo. Për mendimin tim kjo nuk është tim. Se shumë pleqt këtë mahall që i kena embrione, kur e ka themelu hoxha këtë qendër apo këtë xhami, sot nuk ka askush
këto safet që ka kemë. Sot ju i mbushet këto safet. Dhe më thënë, në fakt, kjo nuk është pon një gjenerat. Zavensim. Kur mbushet qëto gjemati, kur 35 gjamiat e Prizrenit nuk i zonë gjematin falin e për rrugë. Kem kauz, kem krizë, me thonë, të hapësirave, të faljeve. Atër në mujna me thonë se gjematin nuk ka shtua. Unë kështu i shop do thot me një mendim kritik këtë çështje se kjo nuk bën për më gëzu. Fytyrat e reja, ka shku në gjenerat e vjetër, tash Allah në ndihmon neve dhe juve, sa do të mujnë na me qëndru me ju ballë këtyre sfidave ekonomike, rrethanave shoqërore, sociale e tjera deri në fund. Po kthehemi tani te fryti dhe energjia jonë. A mendoni ju, tash kështu, ta flas, që është e udhës të gjithë ta shkruajmë një deklarat, jo vetëm, po tër Kosova duhet kështu, një deklarat qeverisë së Kosovës. Edhe në deklarat me thonën këta fjali kom thonë para disa viteve liderit parë Kosovës, Ibrahim Rugovës. Po edhe vjetë kur isha mysafir në RTK në radio edhe par vjetë edhe misione tjera, përsëri këtë mesazh e kam thënë. Na jemi bitë e Kosovës, bre? A bon për mos me na shkalu neve adin? A bon me na pas pak hatrin tonë, hatrin e Kuranit pak ma me seriozitet? Na nuk jemi anti-Kosovar. Po vëllaj edhe na e japim jetën për Kosovën. Edhe shumë veta e ka dhënë jetën për Kosovën. Po a bon oj qeveri pak mi koordinu punë tona me Bashkësinë Islame punë me i koordinu pak ma mirë. Me marë çështjen e muslimanëve të Kosovës ma me seriozitet. E mi ju përgjeq kërkesave të atyre që ka lypin shtimin e xhamiave, qendrave islame, mos falet rinia kosovare, xhamati kosovar në për rrugë. O shteti Kosovës, a ke mundësi, jam i bindshëm, që kanë mundësi me në i realizu këto objekte fetare që është hak, si advetar, hak, si banori Kosovës, është dhe drejt njerëzore me pasur e kultin tim fetar, ku në i lutëm Perëndis. Dërsa ai jo muslimani, dhe t'i lutët edhe ai, kujt do të thot atë kultin e ti fetar. Do të tani është koha për reforma. Për reforma, edhe njerë me i shpërtaku pullat, sustat, dhe me startu edhe njëherë një ndryshim do të thot me bonë jetën tonë organizative, organizimin tonë përgjithshëm, sikur se çka folja ajeti koranor më herët, nëse ju nuk organizoni mirë me zveti, atë do të jetë fitnë dhe fesad këtyr tokës. E unë mendoj që intelektualët e Kosovës, hoxhallarët e Kosovës, ju o djem të ri, që jeni shkolla ndryshme, me profesione ndryshme, zëri juaj dëgjohet fuqishëm atje lart në parlament. Po lypim me plot respekt. Kosova është e jona. Nëse Mulla Mazlumi është në shtyllë në Prizren që e mbron Kosovën, Mulla Hysamedini në Prishtinë është shtylla numër 2. Mulla Hafez Safeti në Gjakova po në Prizren është shtylla 3. Mulla Naseri në Kurill është shtylla numër 4. Mulla tjetri fjala po vjen është shtylla 5. Të gjithë në këta shtylla, sikur që këndërtes që a kemi në kokë, pa këto shtylla nuk qëndron. E Kosovën e kemi bi koka tona, e kemi zemra tona. E prandaj në të gjithë jemi shtyllat e Kosovës, e në ambrellën e Ministrisë së Fesë. Në ambrellën, do të thotë, Ministrisë së Fesë, na do të me zhvillu aktivitetin tonë me qenë një shtyllë, si Ministria e Edukimit dhe Arsimit, si Ministria e Industrisë, si Ministria e Bujqësisë, si Ministria e Pylltarisë, e tjera, edhe Ministria e Fesë është një shtyllë që e mban Kosovën. Nuk guxon aktivitetin e Ministrisë së Fesë mu derdh, të thot anash, pa i shërbyje interesit Kosovës përgjithshëm. E këtu tani do të bën disa gërshetime, disa hyrje do të di, një operacion, që na jemi për këtë vend, sikur se në Arabi si është puna, si në Arabin Saudite, si në Katar, si në Emiratet, si në Malezi, si në Indonezi, si në Brunei, çdo ku në përbot. Nuk ka asnjë ministri që është anti, do të thot, ligjor, apo kundër të interesave të shtetit atij vendit. Nëse vërejën do një ministri që është në kundër të politikës së shtetit, interesit të shtetit, ajo ministri nuk pranohet. E na jem krenar me këtë shtet. Pse neve me na këshyr bota si jetima? Pse na më konë si jetima, si gjorët, si njerëz dhe me thë pa vlerë, syrin e Arapit, pa marë parasysh kush do që tjetë aj Arap.
Unë kom pas punë me arabët edhe kam ende si student edhe si mësues i tyre. As pak nuk dallohen nga ju, as pak nuk kanë apësi fetare apo kombëtare apo shkencore nga ju. Po ata dallohen vetëm me çat gjuhë të Kuranit që e dinë din. Nëse nuk mësojnë ata, domethënë normal që ngelin edhe hupin vitin edhe nuk janë domethënë as pak nuk kanë vlerë këtë aspekt të pasurisë që Allahu na ka dhënë edhe neve. Prandaj është koha di tria din të debatohen disa çështje më me seriozitet. Çështje globale pak më të rënda. Ta ngresim nivelin e bisedës tonë, mjaft më me gjana, do thot që u plakëm që 20 vite jenë të përsërit e të sjellë si mbranda në boks, në kuti, si kazan. Është koha tani që çka punë të koordinohen, edhe në nivel qeveritar, edhe në nivel shtetëror. Po dhe mesazhet tona i japim edhe Bashkisë Islame, që edhe ata do të bëjnë ca reforma. Duhet ta korrigjojnë veten. Ti korrigjojnë do të thonë punë në punësët imama që i ka në për teren, apo e krynë detyrën si duhet, fjala po vjen. Edhe ata bëjnë ca ndryshime. Jo vetëm me kritika, po është koha që edhe ata të jenë autokritik. Edhe në dhe të gjithë së bashku, me ata, edhe me juve, edhe me shërbyes të Islamit, na i shërbejmë Kosovës. E kur na të gjithë e kemi një mision, edhe një vizion, një muhimme, edhe një roja, i thënë arabisht, një mision, po dhe një vizion, atëru në rrugë besoj që shteti Kosovës dhe thot e merë një qëndrim, qash, të më thonë, të pas krupullt, jo të qëlluar, me në shkel drejta tona. Po kur misioni jonë, kur puna jonë nuk dihet çka po bëhet, kur na nuk kemi projekt punës, çka po dëna me bona dhe me këta të bime? A do të mjaftojmë që shto vetëm me biseda? Nuk kemi vizion, dhe me thonë, 4 vjeqar, 5 vjeqar, shka me realizua, atër dhe shteti Kosovë, shka kom bje vëmar ju? Jo, njone ashtu, njone që shtu, njone ashtu, njone me këtë parti, njone me këtë tarikat, njone me atë shoqat, po derdhët energjia. E është koha vllazën të ndershëm, besoj fuqimisht që të ulemi dhe të bëjmë ca reforma personale, individuale, familje tona, rrethin tonë të ngushtë, nivelin akademik, nivelin do të thotë edukativ shkencor, po dhe nivelin qeveritar. Është e drejta jonë. Para 3 javë, këm pas rast një studim, kështu me hinë për tërë universitetet e Evropës, të Amerikës. Po filloj nga Austria, nga Vjena, Universiteti i Vjenës, Departamenti i Studimeve Islame. Po dalim nga Vjena, po dalim në Minhen, Departamenti i Studimeve Islame, Departamenti i Gjuhëve Orientale. Po dalim nga Minhen në Tübingen, është një qytet për të Minhenit. Qendra Islame. Po dalim nga Minheni në Berlin, Freie Universität, Universiteti i Lirë i Berlinit, Departamenti i Studimeve Islame. Po dalim nga Minheni në Hamburg. Po dalim nga Gjermania në Zvicra, në St. Gallen University, Departamenti i Studimeve Islame. Po dalim nga St. Gallen në Zurich, po dalim, Departamenti i Studimeve Islame. Pi Zuriut po dalim në Gjenev, Departamenti i Studimeve Islame. Po kthejmë tash në kontinentin e 6, në New Zealand, Departamenti i Studimeve Islame. Po dalim nga New Zealand për të oqeanit në Amerikë, University of Virginia, Virginia University, Indiana University, New York University, krejt departament, Georgetown University, Departamenti i Studimeve Islame. Po dalim të nga në Azi tash, mos flasim për Malezinë, për ata që kam qenë vetanena shumë vite. E çka na mbet neve mo, pa bota? Pse qeveria Kosovës me qenë alergjike këtë aspekt? Apo dojmë në Evropë mi? Që të jenë ato kriteret evropiane, me plot respekt, edhe do thot pakisës fetare. Minoriteteve fetare që jenë duke jetuar në Evropë. Pse na po dënë me marrë një qëndrim anti-islam, anti-njerëzor, anti-kombëtar dhe anti-historik? Pse? A kanë të drejtë ata kështu me vepruan? Prandaj kur flasim na me fakte, çka tha hoxha më herët? Të analizojmë fjalët e hoxhës me fakte, jo me pralla. Kur bëjmë studime komparative, studime derasat mukarrane, studime komparative, këtë botës, o Bashkia Islame, o qeveria e Kosovës, lexoj çeta argumentet. Pse? Pse na kundër Islamit? Pse? E prandaj është koha tani flasim me fakte, është koha që ata logjikojnë kërkesat tuaja, kërkesat tona dhe të na plotësojnë disa drejta tona, më shumë që edhe në Kosovë, Ministria e Fesë e Kosovës ta ketë buxhetin e vet nga shteti i Kosovës.
Më shko jeta plot sot 30 vite kur u bë sebeb, masallahu që ky hoxh na më shko në Siri, Sham, 83-ën. Wallahi billahi. Unë e dim vlerën e arabishtes, edhe gjuhës arabe, dhe jem të lugjeru këtë gjuhë dhe anglisht. Mirë, për nuk jem dakord që ata gjithmonë me na majt neve. As nuk kam qef ata me na dha neve. Pse ata me na këshur neve me një sytë në çmimit? Pse, ha? A nuk kemi në Kosovë mjaft do të thotë energji, resurse natyrore, parë, nuk kemi na mjaft holla? Prandaj, është koha dhe për qeverinë e Kosovës që Ministrinë e Fesë Islame, krishtere, ortodokse, katolike, që ata që ka i shërbejnë kësaj feje, të marrin rrogën nga shteti i Kosovës. E jo në më bë hargat i Arabi Saudite këtu në Kosovë, e hargat e Emirateve të Bashkuara këtu në Kosovë, e hargat i Kuwaitit këtu në Kosovë, e hargat i Katarit këtu në Kosovë. Për çka ata me majt mua dhe me nderigju ata mua pi atjeshit, ti lufto për politikën tonë atje në Evropën juglindore. Pse? Atë këta fjalë i kom folë edhe në nivel të ministrave të Katarit. E në Malizi, e në konferenca ndryshme. Ne duhet me pas buxhetin tonë, me qenë të mirëbajtur nga shteti jonë. Pa ata nuk dojnë, pse kanë një trem, kanë një alergji, kanë një frikë. Pse kanë një frikë? Pse ne kanë po këto agrupacione që i përmende hoxha më herët. Njoni ka Lindja, njoni ka Perëndimit, njoni ka Kina, njoni ka Japonia, ka Malezia. Me të vërtetë është çështje që ta tërheq përmendën. Mirë, po kur dalim të gjithë me një deklaratë, me një vendim, çështu është halli. Edhe Bashkia Islame, ulemi me ta, bisedojmë, na përgjigjen kërkesave tona, po lypim ca ndryshime me bën. Pse na më kanë argati Pakistanit e Afganistanit, ata i kanë dertet e veta, i kanë hallet e veta, problemet e veta. Na Kosovë lutemi për ata, po i kemi hallet tona bre. Çka bën për Arabi Saudite, a dini që ju nuk bën për Kosovë. Në Arabi Saudite nuk lejohet gruaja migra. Kerët e makinës haram e ka edhe me fe, po edhe me ligj. Kjo politikë bën për atje, po për të na nuk bën. Çka bën për botën arabe, këtu të na nuk bën. Unë në shembull i kam thënë studentave të mi, edhe është shkencore kjo, e argumentuar. Shifni Kur'ani, hapni surat e Kur'anit. Po dalim të dy çështje, të çështja e shamijës, hijabit, mbulesës, edhe për mbaroj bisedën se Allah zgata ma pa halal, edhe të çështja e parlamentit apo konsultimit të politikanëve. Të çështja e hijabit, vëllazën se pak pa qef jam kam qenë të mjeku, adin falni që s'pa muj ashtu. Të çështja e hijabit, Kur'ani ka hesht nga dizajni i hijabit, nga ngjyra e hijabit, edhe nga forma se si kepet hijabi. Edhe hadithet e pejgamberit kanë hesht. Nuk kemi tekst as në Kur'an, as në hadith që hijabi do të jetë ngjyrë zezë apo ngjyrë bardhë apo ngjyrë kaltër apo diçka. Kto nuk ka kush që e lum. Numër 2, edhe në hadithet e pejgamberit kjo është definuar. Vallë shtrohet pyetja pse mar Kur'ani shumë ligje neve na ka treguar pse te hijabi? Këtë çështje ka lë për çështje çdo popullit, çdo vendi, çdo tradite. Ata e caktojnë sipas traditës që kanë pas kët parim kuranor. Kryesore është më mbuluar trupi i femrës, mos jetë tërheqës ai hijab, mos jetë fitne, domethënë me shkatrup, provokues. Atë kryesore më mbulu. A mblohet me manto, a mblohet me pall, a mblohet me diçka, kryesore më mbulu. Këtë mendim edhe Bin Bazi, hoxha më i madh i Saudis. Rahmeti pas shpirti që u kanë çor, që nuk ka pa. Allah i xhenet e ka thënë fetvat e tij. Hijabul mar'ati turkije yakhtalifu an al-hijab al-mar'ati al-maghribiyya. Hijabi gruas turke apo nga Turqia ndryshon nga hijabi asaj gruas që nga Maroko dhe nga Algjeria. E hijabul mar'ati al-turkije yakhtalifu an al-hijab al-mar'ati al-mashriqiyya nga hijabi i lindjes arabka dhe ku jemi na. Ose Albania. Ose Albania. A që se ka pa dynjane, se ka pa hijabin adin, apo nështë ka pa që flasën rivajti, ka pa dhe 5 vjetë pas taj u qërua dhe thot, këto një, të dyta, konsultime, rëndësia konsultimit, qeveritarë me djetartë, me ulemat. Po metoda konsultimit, se si duhet më konsultuar në mënyrë parlamentare, a me vota, a me diqka, e kalon për çdo vend, për çdo kohë, për çdo sistem, ata vetë saktojnë. A keni pa dhe në Evropë? A kanë parlamentet e njëjta italianët me anglezda? Apo me amerikanët, apo me New Zealandët? Asë një nuk e kanë. Se cili ka qpik një sistem, ata e din dhe thot vetë, ashtu se si, faleminderit, Allah i rujt, se si dhe thot, konsultohen me zveti. Prandaj, edhe na duhet këtë aspekt dhe thot, parimin e konsultimit, u emruhum shura bejnehum, këto duhet me funksionalizua,
Mirë po me një metodë, me një mënyrë që ka na konvenon do të thotë qysh tradicionalisht është marrë vendin tonë. Unë vetëm 2 shembuj u aceka juve se feja islam është sistem, një dhamë. Sistemi ekonomik funksionon në mënyrë speciale, sistemi social në mënyrë speciale, sistemi familjar, shkurorzime, martesa, lindjet, do thotë e ka kodin e vet special, sistemi marrëdhënieve ndërkombëtare e ka sistemin special, prandaj ky sistem na nuk kemi të ja pa hajrë këtu Kosovë. Besoj që isha i qartë në mesazhet e mia. Adin, nashta nuk ma shohëgja për të madhe mirë, po, unë e fola pak me një kategori batë nalë se është klasa e dëgjuesve që i mirë kuptojnë inshallah. Këto mesazhet është obligimi ju i tani me i debatu me tjerë, mjaft më gjona të vogla. Adin, ju lutem, adin, mjaft, enough. Adin, ne jemi thashtë jemi të shku ka vdekja, sonte jemi, nesër nuk jemi. Prandaj çka po le të mas veti, çfarë mesazhi po le? E neve na mungon organizimi, koordinimi edhe mos harmonia. U falenderoj për nderën dhe respektin, u falenderoj për mirëdëgjim, Allahu shpërblet me xhenet edhe hoxha që u bë sebeb. Inshallah gjithë takohemi me mejlise tjera të hajrit. Elhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiku ajmana wa Allah yatruh. Me qenë se jemi pak edhe prej vendeve më të lartë tani kënine, edhe një shkert shkush pjallon këti studentit dhe tjetë model yrnek. Ata që kanë me ndëgju këtë incizim që u bon sante, se kjo nesër shkon në YouTube, mirë keq, nëse kemi majtë më shelt. Tash unë për ju thomë shumë herë një për ligjerata, një për derse, edhe organit shtetënori, thomë hafësëm. Mësë mundoni ma me ditë për neve me spionazha, me paguar njerëz dhe marrë me t'inqizuar shefte, ku di unë, e qeltës, çka kemi folë nesër në YouTube i kije. A unë që shtonë, ja. E koseni bugjetin e Kosovës. S'ka nevoj. Inteligjenca e Kosovës duhet me mbrojt Kosovën dhe popullin e Kosovës prej dushmanëve të jashtëm. Kur të morën vesh. Më kuptova. Me gjlisin e mbarem për këtë datë santi, inshallah. Se ju tash nëzet, për ju do këtë dimër, kujtoni që derin se fyrë ju majë. Tri pyetje mëri pak, do përse me kamere që është tonë del. Ja, bismillah. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى